Përmbyllet me sukses panajiri gastronomisë detare i mbajtur në shëndetore bregdetare Lungomare për 2 ditë me radhë. Ky panajir synonte të sillte në vëmendje produktin detar dhe përpunimin cilësor të tij përmes një formati të hapur degustimi dhe pjesëmarrjes së operatorëve gastronomik dhe prodhuesve, si dhe autoriteteve lokale. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora në ditën e fundit të panajirit, tha se synohet që ky panajir të kthehet në traditë, ndërsa i dha shumë ngjyra qytetit, ngjyra të cilat i kanë munguar. Sipas kryebashkiaku Dredha, në vitet që do të vinë do të synohet që bizneset që do të marrin pjesë në këtë panajir të jenë edhe më të shumta në numër, ndërsa ky panajir, tha kryebashkiaku, prodhon promovim dhe bashkim. Diçka që në fakt që i ka munguar, nuk e kemi pasur tradit, por duam ta kthejmë në tradit. Dhe ishte 2 ditë mbushura plot me njerëz këtu, me prezencë të gjithë bizneseve lokale sa i përket kulinarisë. Na vjen mirë që të gjithë u bashkuan. Jam i sigurt që në vitet të vazhdim do të jenë më shumë në numër. Dhe kjo është edhe ajo çka duam të bëjmë ne, pra vizioni që duam të vendosim në qytet, nuk është diçka që prodhon biznes, por prodhon promovim. Prodhon promovim dhe bashkim njëkohësisht, sepse të gjitha bizneset bëhen bashk. Bëhen dhe qytetarët bashk, bëhen dhe tuajt bashk, ata që zgjedhin Vlorën për destinacion. Dhe vjen mirë që të gjithë e përqafuan dhe pranuan këtë lloj ideje. Shpresojmë që vitin tjetër ta bëjmë në momente pak më ndryshe, pra jo në pikun e sezonit, po ose në maj, ose në shtator, ku edhe dispozita apo dispozicioni i atyre që duan të marrin pjesë në këtë show të jetë më i madh. Të jetë më i madh sepse ja vlen. Jam shumë i kënaqur. Unë u ndjeva mirë, sot e përmbyllem me një darkë simbolike me qytetar intelektual të Vlorës, për t'i dhënë edhe një mbështetje gjithë këtyre në fakt që u bën pjesë e këtij rrugtimi 2 ditor në këtë event gastronomisë detare në qytetin tonë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha theksoi se vizitorët e panajirit vendas dhe të huaj u shprehën shumë të kënaqur nga cilësia që sillte ky panajir. Bërja shumë, ishin shumë të kënaqur, edhe po provojnë diçka sepse po ta shikosh përveç se ofrohet kulinari, por është e ndërthurur edhe me pjesën e traditës tonë, domethënë pra gatim shqiptar. Apo gatim i ndërthurur pak edhe me çka ne kemi importuar nga jashtë. Por më vjen mirë domethënë që ne e ekspozojmë dhe japim për qytetarët tanë dhe për ata i zgjedhin Vlorën në një mënyrë ndryshe. Cilësia mbetet gjithmonë ajo që ku ne këmbgulim fort, edhe sot e gjetëm në fakt. Po ta vinin 3, gjitha stendat ishin të mbushura plot. Sado që tani janë pothuajse në finale të gjithë kanë ikur, sepse është edhe ora 11 e natës, po më vjen mirë që vëmendja ka qenë maksimale. Panajiri u organizua në kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha dhe u zhvillua për herë të parë në Vlorë një panajiri gastronomisë detare, i cili u mbajt në shëndetoren bregdetare Lungomare, por u shoqërua në 2 ditët e tij edhe nga një koncert artistik. Panajiri gastronomisë detare në Vlorë solli shihen traditën, por edhe bashkoi. Ky panajir ishte një aktivitet i veçantë që bëri bashkë dashamirës të shijes dhe traditës shqiptare.